Mirëmbrëma të gjithëve, pas takimit paradite me kryetarin e PDK-s, Bedri Hamza, tash në orët e pasdites së vonë zhvilluam takim edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me kryetarin Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Osmani, ndërkohë që unë isha bashk me anëtarin e kryesisë së lëvizjes vetëvendosje dhe njëherëzi ministrin e detyrë të financave Kurran Murati. Takimi shkoi në një atmosferë konstruktive, ku diskutuam shumë çështje të zhvillimeve politike, pastaj të dinamikave institucionale dhe njëkohësisht edhe orarin i cili na pret përpara sa i përket konstituimit të institucioneve të legjislaturës 11 të dalë nga zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit 2026. Ishte takimi i parë, të gjithë e dim që pardje u bë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe përveç kësaj i kemi edhe 4 javë përpara për fillimin e seancës konstituive për ta zgjedhur kryetarin apo kryetaren e Kuvendit të Republikës, kryesin e Kuvendit të Republikës e më pastaj edhe për qeveri në mandat të ri dhe për president apo presidente në mandat të ri. Kemi diskutuar për të gjitha këto, pra nuk ka temë të cilën nuk e diskutojmë, por ende nuk kemi ndonjë konkluzion apo ndonjë të arritur të cilën do të mund të ndonim me juve së bashku këtu. Unë jam optimist për rrugën përpara, jam me shpresë që racionaliteti i cili po mbyzotron do të vazhdoj të ekzistoj në këto takime, prandaj edhe po theksoj që është takimi i parë me që do të ketë takime të tjera. Në njërin anë diskutojmë koncepte e parime dhe në anën tjetër gjithashtu edhe orare dhe funksione, prandaj është një ndërmarrje e madhe e gjerë, e cila kërkon besim e mirëbesim dhe e cila kërkon kohë për realizim. Ne do të jemi transparent karshi juve sa i përket procesit në cilën ndodhemi, por njëkohësisht e kemi edhe konfidencialitetin e këtyre bisedave të cilat duhet të rezultojnë me të arritura konkrete në mënyrë që të kemi se çfarë të bëjmë publike. A luftuat bashkë qeverisja apo vetëm i kërkuat votat për presidentin konsensual? Kemi diskutuar edhe për qeverin, edhe për kuvendin, kemi diskutuar edhe për presidentin, për shkak se tash po koincidojnë në të njëjtën kohë, por po e ritheksoj edhe një herë që fokusi ynë kanë qenë më shumë zhvillimet aktuale politike, orari i konstituimit të institucioneve dhe zhvillimet të cilët po ndodhin në Kosovë në dritën e këtij rezultati që kemi pasur. Ne jemi të interesuar për marrëveshje, jemi të interesuar që mos kemi sërish zgjedhje, e kemi thënë edhe më herët që mbajtja e zgjedhjeve është veç se rimbajtje e zgjedhjeve që çon parafërsisht ripërsëritje të rezultatit. Andaj synimi ynë i përbashkët është që të evitojmë zgjedhjet e reja. Ekziston një gatishmëri e interesim e vullnet për këtë gjë, por natyrisht ky është vetëm se kushti i domosdoshëm, por jo dhe i mjaftueshëm për të thënë që kemi kurorzuar me sukses. Marrëveshja që e synojmë ne, natyrisht që është marrëveshje politike, sepse ne jemi subjekte politike, dhe marrëveshjen politike ne e shohim si suplement funksional të vullnetit të popullit përkatësisht të rezultatit të zgjedhjeve. Kryeministri në takimin ishte edhe Vjosa Osmani, ka qenë edhe Vjosa Osmani në takimin e sotëm kryeministër. Më falni, urdhën. Ne besojmë që fryma dhe germa e kushtetutës është për president që është shprehje e unitetit të popullit dhe që në këtë kuptim duhet të jetë konsensual, sepse jemi të interesuar që gjithashtu ta kemi numrin maksimal
të mundshëm të deputetëve që do të qëndrojnë në sallë, sepse ju e keni parasysh. Ne mund të zgjedhim ndonjë emër të përveçëm, e kishim së fund me Glauko Njufcën, më pastaj edhe doktoreshën Feride Rushiti, por numri 80, që është minimumi, është vështirë i arritshëm, prandaj përqendrimi ynë nuk ka qenë tash për emrat e përveçëm për president, po për koncepte përparime, për vizionin përpara në njërin anë, dhe në anën tjetër a thua se çfarë duhet të bëjmë strategjikisht që ta maksimizojmë numrin e deputetëve të cilët duhet t'i kalojnë, ose së paku të jenë 2/3 në ditën vendimtare, kur do të vijë çështja e presidentit, përkatësisht zgjedhjes së presidentit në radhë. Kryeministri për takimeve që i mbatës. Sinjalet janë veçanta dhe ju e thatë paradite që nuk ka një marrëveshje konkrete, po ashtu e thatë tani se s'ka diçka konkrete. Sinjalet janë që çojnë drejt zgjedhjeve një mosmarrëveshje politike që konsiderohet për zgjedhjen e presidentit. A mund të ketë drejtim të negociatave si herën e kaluar që shkoi vendin e zgjedhjes për çështjen e presidentit? Nuk na kanë ngelur vetëm edhe 2 ditë, le të themi, deri tek skadimi i afatit, kur duhet të thirret seanca për konstituimin e kuvendit. Në fakt, kanë kaluar vetëm 2 ditë nga certifikimi i rezultateve. I kemi edhe 4 javë përpara, prandaj unë besoj që është tepër herët për të folur për çfarëdo suksesi apo dështimi. Por ajo çfarë duhet mirëpritur është fakti që po takohemi, kemi arritur të takohemi me PDK-n, kemi arritur të takohemi me LDK-n, nuk kemi arritur të takohemi vetëm me AK-n. Nëse ka dështim, është mos takimi me AK-n. Përndryshe sa i përket marrëveshjeve dhe konstituimit të institucioneve, është tepër herët të flitet qoftë për sukses apo për dështim. Faleminderit shumë.